Të nderuar dëgjues të radios Sibilat e Veriut, mirë se erdhët në valët tona. Në një tjetër takim me fjalën artistike, mendimin krijues dhe shpirtin e letërsisë. Ju përshëndesim nga zemra dhe ju falenderojmë që jeni me ne në emisionin Frymëzimi i Etnisë në art dhe letërsi. Një hapësirë ku arti është i vetmi si shprehje, por dhe kujtesë e identitetit dhe dëshmi e kohës. Ky emision drejtohet nga unë, Gëzima Igeraj dhe zonja Prenda Sejdia nga studioja e Lezhës. Dhe ju ftojmë të qëndroni me ne në të udhëtim ku poezia flet, mendimi reflekton dhe arti na bashkon. Zonja Prenda, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin. Mirë mbrëma, zoti Gzim, mirë mbrëma të nderuar dëgjues. Uroj që kjo fundjavë të ketë qenë e gëzueshme për të gjithë ju dhe pikërisht në këtë ditë pas Shën Valentinit, që është dita botërore e dashurisë njerëzore, kryesisht me familjen, njerëzit e afërt. Uroj ta keni kaluar gëzueshëm. Sot kemi kënaqësinë e veçantë të kemi në studio një zë të ndjeshëm dhe veçantë poezisë shqipe, poeten tashmë i mirënjohur pothuajse në të gjitha trojet shqiptare, Miranda Troci Derti, të cilën e përshëndesim ngrohtësisht e falenderojmë për pranimin, gatishmërinë për të ndarë me ne rrugtimin e saj kryesjues, frymëzimin dhe fjalën poetike. Mirë se erdhe dhe le ta nisim këtë bisedë me frymëzim dhe respekt për fjalën zonja Miranda. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma dhe mirë se vini, zonja Miranda Troci Derti. Mirë mbrëma dhe mirë se u gjeta. Ju uroj fundjavë të bukur në prezantimin e vlerave kombëtare, në prezantimin e juve, zoti Gzim dhe zonja Prenda Sejdia. Ju falenderoj për ftesën, për kohën dhe hapësirën për vlerat të paraqisim para dëgjuesit dhe shikuesit çdo fjalë të bukur që shkruhet dhe lexohet shqip. Faleminderit. Miq të nderuar, si zakonisht neve për të ftuarit tonë, pra duhet japim një CV, pra një njoftim dhe një biografi, siç e quajmë ne në libra, pra dhe edhe këtu po ndalim një pak tek biografia e zonjas Miranda Troci Derti. Miranda Troci e njohur gjithashtu si Derti lindi më 26 korrik 1973 në fshatin Draj të Reqit dhe jeton në Peshkopi. Arsimin fillor e kreu në fshatin e lindjes në shkollën Dervish Hasani, ndërsa shkollën e mesme ekonomike e përfundoi në Lezhë. Më pas vijoi studimet e larta në Fakultetin Histori Gjeografisë. Ajo është nën e 4 familje dhe vjen nga një familje kreshnikësh, një nga familjet e para të rrethit të Dibrës. Nga viti 1991-1996 punoi si llogaritare në fshatin e saj të lindjes. Pas diplomimit u angazhua në fushën e arsimit dhe nga viti 1998-2016 dha mësim në fshatin Bliqe, ku krijoi një familjen e saj. Në vitin 2012 humbi bashkëshortin dhe nga atëherë mori mbi super rol të dy fiqt në familje. Pasioni i saj kryesor është poezia dhe shkrimi. Miranda Troci është autore e disa veprave të botuara, përfshirë enciklopedi me poezi, Reqi Krenaria e netëve të maleve të Dibrës, Troci në pushke pen, toka që më dha emër, hjenat mbi Dibër aty ku gdhenden fjala. Ajo gjithashtu shkruan tekste, këngësh dhe bashkëpunon me artistë dhe rapsod nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova, si Tahir Seferi, Vllezër Sejdiu, Merita Saiti, Arif Madana, Musa Dauti e tjerë. Miranda është anëtare e certifikuar e shoqatës kulturore Jone Shqiptare në drejtimin e Zamira Koranqës, si dhe pjesëtare e shoqatës shkrimtarëve ABC Poetika në Shkup. Klubi letrar Princ Muzaka në Shkodër, shoqatës për trashëgimi dhe kulturë Pellazgën Tetov dhe klubi letrar Pjetër Budi. Ajo ka marrë pjesë në shumë aktivitete letrare brenda dhe jashtë trojave etnike, sidomos në Maqedoni, dhe është fituese e shumë çmimeve dhe mirënjohje certifikatave për pjesëmarrje. Poezitë dhe shkrimet e saj janë përfshirë në antologji poetike dhe janë vlerësuar me titull nderi. Ajo ka marrë pjesë në festivalet kombëtare si Festa e Prisit, Orët Letrare, Pena Art, Dritë Ragolli dhe ka fituar çmimin Poljakova dhe tituj të tjerë si Shota e Vargjeve Epike. Aktiviteti i saj ka një shtrirje dhe karakter mbarkombëtar. Së fundmi, Miranda Troci botoi edhe librin 8 fjalë në. Pra, kjo ishte në pikat shkurta CV-ja e zonës
Miranda Trociderti, poete sonë të cilën sot e kemi të ftuar në studion tonë. Zonja Prenda, fjala për ju. Faleminderit. Unë do vazhdoj me një pyetje për të ftuarën e sotme. Miranda do të na flasi pak për jetën e saj të hershme, fëmijërinë, vazhdimin deri në universitet. Pra normalisht në pika të shkurtra, pasi nuk është e panjohur, por gjithsesi besoj që sonte do ketë edhe njerëz të tjerë të cilët e shohin ndoshta për herë të parë. Atëherë të për filluar nga fëmëria, unë jam lindur, si që tha zoti Gzim, jam lindur në një familje Këshnikësh Troci, familje fisi parë në rreth të Dibrës, e cila ka një histori në vete për trimërinë e tyre, historinë e Bajlozit Shkodrës që çdo kush e din dhe i kupton një këngë edhe libër edhe slodhen duke shkruajt. Unë kam kryer shkollën Dervish Hasani në fshatin e Lindjes. Atëherë kam qenë në thënësja dalluar dhe atëherë në kohën e Xhaxhit Enverit e ishim në atëherë. Po ishte koha Xhaxhit Enver. Jam dekoruar nga Enver Hoxha, pionjere e dalluar. Pas asaj vazhdova shkollën e mesme me shumë përvetësi, me shumë paragjykime se unë rrjedh nga një familje që vajzë e zonës së thellë malore, dhe atëherë vajza po të shkon të shkollë normal paragjykohej dhe duhet të kishe ose notën mesatare, ose një mbështetje, duhet të kishe familje në qytet, ose duhet të kishe notën e lartë të vlerësimit të larta. Që unë vazhdova shkollën në Lezhë në vitin 1986 deri në vitin 1991, unë kam marrë shkollën e mesme ekonomike 20 nëntori Lezhë. Aty kam pas profesor Mark Simonin, të cilin e përshëndes, kam pas profesoresh Djelza Martoci, kam pat Gjok Marku, Can Mulej, e shumë profesor. Pas asaj unë vazhdova profesionin llogaritare në fshatin e Lindjes, se atëherë ishte koha që po prishej, koha e ndryshimit me një fjalë, po shembej sistemi komunist u prishën atëherë kooperativat. Unë gjatë asaj koha tranzicioni unë isha llogaritare, punova në fshatin e Lindjes. Në fund të gustit 1991 unë u martova. U martova me shkruesi si gjithë vajzat e tjera, si gjithë e femra në zonat malore ku do të bindej kanunit dhe vendimit familjar, që ku të jepte nëna baba aty do të hysh me dullak e të dalësh me qifin, kështu i themi ne. Ndërsa pas martesës linda 2 fëmijë dhe vazhdova në vitin 96, vazhdova edhe profesionin mësuese në kohësisht edhe shkollën, ku mbarova fakultetin histori gjeografi me sistemin korrespondent, profesor doktor Pascal Milo, kam pas Artada dhe shumë profesori kam pas në. Pastaj vazhdova u shtu rrjedha jetës. Unë vazhdova profesionin mësuese në fshatin e Lindjes, në fillim hyra edukatore, sepse jo direkt për shembull nga sistemi nxënës apo student direkt në arsim. Unë kam punu plot 6 vjet edukatore në fshatin Blliqe, komuna Fushalije, në rrethin e Dibrës. Gjatë asaj kohe unë më lindi në 96-ën, më lindi një familje smur dhe vjam përballë me dhimbjen e atij fëmije plot 13 operacione kam ngel spitaleve më shumë që unë i kam bëha Allah atij fëmije dhe fal Zotit e fal mjekëve unë djalin e kam sot 30 vjeç. Vazhdoj rrjedha e jetës, vazhdoj puna si mësuese në fshat deri në vitin 2016. Në vitin 2012 unë hupa bashortin. Aty, sidomos në zonat malore, e në fshatrat e pazhvilluara, në fshatrat ku nuk mundesh të krijosh vetveten, të pasqyrosh vetveten,
sepse keni drejtim 2 herë bab apo nan, edhe punën edhe familjen e gjithçka që themi ne i kemi gjitha mbi kurrizin tonë. Atëherë vazhdova të rëngova shpirtin, që i themi ne, sepse edhe du të mbytish vetveten në heshtje. Sepse kur vje puna dhimbjen tënde askush nuk e beson. Sepse çdo kush e vuan në heshtje ato dhimbjen. Vet nan, vet bab, vet burr, vet gru. Deri në 2016 punova mësuese, si themi ne, i futëm krahët shtëpisë, sepse gruaja është thameli i shtëpisë, por kur i bin 2 role në familje, atëherë do ta luash 2 fish. Paske, s'paske, hangre apo s'hangre, se s'ke kujt janë kohë sot. Edhe vazhdova unë deri në 2016. Më thënë mu që pse kaq vonë fillove të shkruash. Unë librin e parë e kam me enciklopedi me të gjithë poezit që i kanë krijuar fëmijët, kur ishte në kohën mësuese, më ka ndihmu mami rahmet pas, sepse unë kam rënë artisti, unë jam mbesa e shkrimtarit Sadik Troci, edhe mbesa e valltarit Gjevat Fana, njeriu artisti që ka shumë çmime të larta në sferën e artit dhe të vallës. Pak më ka ndihmu edhe kjo pjesë, sepse shoqëria e Gjagjit, shoqëria e Dajes, shoqëria e mamit apo publikum, atëherë në çdo zyrë ku shkruajsha unë që isha zgjidhje. Edhe atëherë në stafi i gazetës Ushtima Maleve, më ndihmoi edhe botova librin e parë. Me 25 poezi enciklopedi e kam në bibliotekën e qytetit Peshkopis. Pastaj vazhdova vonë, por që talenti të kush e ka zanat, themi në Dibran, nuk është vonë kur. Që të pasqyrosh atë që ka ke për brenda, shpirtin e dëshirat e talentin kur nuk është vonë edhe pas 100 vjetës, nëse të falë Zoti jetë e shnet. Librin Reci Krenaria në Maleve të Dibrës, unë e kam botuar në vitin 2019 ke shtëpia botuese Lena Grafik në Prishtinë. Dhe jo vetëm këtë, po edhe gjitha librat që i kam botuar ke shtëpia botuese Lena Grafik në Prishtinë, të cilin e falenderoj. Parathënien e këtij libri më ka bërë profesor Rami Kamberi, që jeton në Tetor. Ndërsa libri tjetër është Troci në pushk e në pen. Kjo ishte Reci Krenaria në Maleve, vazhdova prap librin tjetër, Toka që më dha emër. Libri i 4. Libri 5 është Hienat mbi Dibër. Libri i 6 është Zëj Vendlindjes, libri i 7 është Aty ku gdhendet fjala, dhe libri i 8 që sapo ka dalë, ka një javë që ka dalë, është Fjalë nëne. Dhe vazhdojmë, Miranda është biljes antare në 16 grupe letrare. Miranda është nënkryetare e BC Poetike Shkup. Jam autore tek të këngësh, bashkëpunëtore me artistët e gjithë kombit, sidomos këngën që kam për shpirt, unë nuk e lën harres. Sepse në fisin tim, unë jam pena më e vogël e fisit, në fisin tim ka qenë shumë shkrimtar, Lutfi Troci, Galip Troci, që ka qenë gazetar i Radio Tiranës, Sadik Troci është gjagji im, që ka qenë autori 8 librave, diplomat në Shkup, dhe drejtori i gazetës Vatra dhe i gazetës Bashkimi Kombëtar, gjagji im i ngjyrë. E unë jam pena më e vogël në fisin tim që me motivacionin penën se lashën gjumë, duhet të trashëgoj penën e këtyre brezave të këtyre artistëve të fjalës, sepse poeti, shkrimtari është artisti fjalës, unë duhet të trashëgoj derisa të ketë frikë. Zonja Miranda, ne do të shpalosim në vazhdimsi, sepse kemi edhe pyetjet e tjera që sigurisht do ju zbërthejnë më tej. Zonja Pranda, do i kisha lut juve që
nëse mundeni të na lexojnë një poezi apo diçka nga Miranda që të kalojmë në një fazë tjetër, të shpalosim pra anën e artit letrar, e ke parasysh. Okej, faleminderit. Ne vërtet kemi poezi të bukura, të cilat Nina I ka dërguar më herët. Fillimisht njërën nga ato që pastaj ne do të kemi kohë që në vazhdimsi do të edhe do shtrojmë pyetje, por edhe do shpalosim edhe poezi dhe recensione tjerë. Përjetësisht në përbetim. Të kujtojmë për jetë 14 vite pa ty limanderti. Janarëve të akujta që na sjellin trishtimin. Në sagën e lodhëve udhëtojmë me ty. Shpirti të dhimbshëm në përjetësinë e përbetimit, kaluam shumë sfida, por I adoptëm në vetmi. Në premtimet e mbajtura të amanetit deri në fund, fortesës shpirtërore stoike, kush të lëkund, të kapur dorë idhur forshtrënguar, udhën pa ty me shpirt të trazuar. Dhimbjen për ty me heshtur shëruam çdo plan. I shtrim krahët për të forcuar kalan, në udhën e pathyeshme papat si gafruam. U rritëm me zor, por më fort shtrënguar. Burrëruam për mungesën tënde shpirtërisht e djejmë. Në për janarët e akullta pusim pllakën e ngrirë të vavit, na orët e damar që nizash emrin tënde gjejmë, përjetësisht përbetimin që na le së gjallë. Faleminderit zonja Brenda që na sollët poezi të bukur, ndajoni që edhe unë do I them 2-3 fjalë për këtë poezinë apo një lloj analize dhe pastaj do vazhdojmë me pyetjet. Me që poezia është e freskët është mirë, ti themi 2-3 fjalë sepse është mirë për dëgjuesin. Jo, vërtet faleminderit dhe ju që e keni marrë mundimin për të bërë analizën e kësaj poezie vërtet të ndjeshme. Faleminderit. Poezia përjetësisht në përbetim është një meditacion mbi mungesën, dhimbjen dhe përkushtimin shpirtëror ndaj të dashurit, ndaj një të dashurit të humbur, që duket të jetë liman derti. Janarët e akullt shërbejnë si metafore të trishtimit dhe kohës së ngrirë pas humbjes, duke krijuar një ambient të ftohtë emocional, ku kujtimi bëhet një udhëtim I dhëmshëm. Linja në sagën e lotëve udhtojmë për ty e personifikon dhimbjen si rrugtim duke I dhënë humbjes dimension mitik dhe kohor, si një sagë që vazhdon për të jetës. Dhimbja dhe mungesa nuk janë thjesht ndjenja, por një forcë që formon identitetin e jetës së poetes. Fortesës shpirtërore stoike, kur su lëkund, tregon durim dhe forcë të pathyeshme duke shndruar vujtjen në një kalës shpirtëror. Për I këtu lind metafora e kalas dhe e hapave të ngatruar që simbolizojnë përpjekjet për të mbajtur jetën dhe kujtimin e të dashurit të largët. Puthja pllakës së ngrirë të varrit dhe gjetja e emrit në aortë dhe qeliza janë imazhe të fuqishme që përjetësisht dhe përbetimit trupëror dhe shpirtëror. Në fund poezia shndrohet në një ritual përjetësie ku dhimbja, kujtimi dhe përkushtimi nuk janë thjesht ndjenja, por një mënyrë jetese përjetësisht në përbetim, duke e bërë mungesën një pjesë të pandashme të ekzistencës. Zonja Brenda, tani është fjala për ju, ndoshta keni pyetje për zonjën Miranda Troci. Shumë faleminderit zot Ekzem. Vërtet faleminderit për analizën e hollë që ju ka bërë kësaj poezie. Lëndoj përzemërisht, zote Gjeraj. Me shumë respekt. Zonja Miranda, sot libri juaj I 8, fjalën nëne, sa po ka dalë nga shtypi, por çfarë ndjesie është ky çast për ju, pra si autore edhe si biq? Atëherë, fjalë nëne, ky titull është bazuar ke kënga. Sepse kënga, fjalë nëne, është me tekstin tim këndohet nga grupi nga djali I Xhaxhit Eduard Troci dhe me grupin e vet muzikor, dhe është në YouTube.
fjala nën, emër mbi emër, që të dhe jetë e të dhe zemër. Duaje nënën, o njëri, dia kimetin sa gjallëki. Shpirtin e saj mos e mërzit, sot e ke, nesër mos e prit. Prandaj sepse nëna, nëse bota ka 7 mrekulli, mrekullia 8 ka emrin nën. Atëherë unë bazuar ke kjo fjalë, ke kjo sepse mrekullia 8 kishte shumë tituj librash, mrekullia 8 unë ja vuna fjalë nëne. Ishte libri 8 i imi dhe unë ja kushtova nënës. Bukur. Po zoti Gzim? Unë do dëshiroja që ju t'i shtroni pyetje me që jeni më në rjedha, sepse ju keni qenë edhe recensent e këtij libri, por në parathënie thuhet se Deshta unë të falenderoj përpara publikut zonjën Prenda për parathënien për recensën e bukur të librit, për përshkrimin shumë të bukur letrar, artistik të çdo vargu dhe unë ndihem shumë krenare që të kam pjesë të librit, sepse ku kam pjesë të librit quhet pjesë e shpirtit artistik. Unë të falenderoj përzemërsisht. Faleminderit zonja Miranda. Në parathënie unë e kam bërë me shumë dashuri, sepse më herët para 2 vitesh kam bërë librin Madhështia ka emrin nën dhe kjo pothuajse një rivishërim asaj libret për dorë. Në parathënien e librit thuhet se në këtë vëllim nëna nuk lutet, por paralajmëron. A e ndjet ndonjëherë frikën morale të fjalës së saj teksa shkruani? Patjetër. Unë ec në fjalët e saj. Në libër thotë në fjalë. Çdo fjalë e nënës apo e babës është një universitet në vete, sepse çdo fjalë, çdo mësim i nënës që na ka dhënë, mua më ka dalë në jetë. Dhe sigurisht që çdo fjalë e nënës apo e babas e një këshill e prindit është një universitet. Këtë ta dini. Në poezitë tuaja flasin shumë për pendesën e vonë. A është kjo një thirrje personale apo një mesazh për shoqërinë shqiptare në tërësi? Sigurisht që po, sepse me ndryshimin e kohës, ndryshimin e adoptimin e rinis në Facebook apo në rrjetet sociale, disi e kanë shtruar fëmijën e sotit. Edhe sot unë e kam një poezi që kam bë, po se kam pa publiku akoma, fëmia të zëvendëson me macën apo qenin. Nënën e çon në azil e në vend të nënës, në krevat të nënës flen qeni apo mota. Kjo është realiteti që përballojmë çdo ditë. Nëna shkon në azil e në vend të nënës është macja në krevat. Faleminderit për mesazhin që përcjellni zonja Miranda, zonja Prenda, rada për ju. Mesazhi besoj. Ky libër zonja Miranda është një homazh i drejtë për nënën tuaj bukurie Trot Stefana. Kur e kuptuat se figura e nënës nuk ishte më vetëm kujtim, por poezi dhe ndërgjegje. Bushtirën e nënës sot ta kemi gjallë, disi e nënvlerësojmë. Pasi na mungon e s'është më, atëherë sikur e ndjejmë atë porosinë e fjalën e nënës. Atëherë çdo fjalë të nënës pasi na mungon, pasi na ikën nga kjo jetë, themi, që bëra. Për ulem para teje edhe para varrit. Dhe bile, lutemi që të na bëj hallall mundin e çdo fjalë e çdo lot, e çdo pagjumsi, e çdo lodhje të saj. Zoti na e fal se ne jemi gabim. Ajo është në jetën reale, ne jemi në jetën e gënjeshtër. Prandaj lutemi çdo fjalë që ja kemi kthy, e çdo mërzitje, çdo lodhje, çdo not pagjum, për ulem nën. Dhe kam poezinë aty të parë që e kam botuar në librin të përulem nën, atje ku ti s'më sheh. Emrin mbi mos më tërret. Përulem para teje, përulem para nënës, o njeri, nëna formoi jetë, e krijon dashuri. E kam poezinë të përulem nën, e kam brenda librit tim. E para pas parathënies, pas recensionit, parathënien e këtij libri më ka bërë profesor Zhymer Mehani nga Kosova, të cilin e përshëndes dhe falenderoj nga zemra për gatishmërinë dhe për brenda 24 orëve më përgatiti për atë parathënien e librit. Unë
Ja uroj nga zemra, faleminderit. Figurën Faleminderit edhe ne. shkruaj shfaqet si parimentologjik. Burimi i jetës dhe i qenies. A ishte kjo një zgjedhje e vetëdijshme poetike apo erdhi natyrshëm nga dhimbja? Unë e thash edhe e ceka edhe më përpara. Nëse bota ka 7 mrekulli, mrekullia e 8 ka emrin nën. Dhe unë aty u bazova që t'ja vej titulli fjalë nënë dhe t'ja përkushtoj nënës. Sepse nëna nuk është thjesht një libër, një këngë, një fjalë, një poezi apo një shkrim. Nëna është mrekullia 8. Nëna formon botën. Nëna është kopshti i Edenit. Në kopshtin e Edenit, thash, nuk është gjithçka botë, po nëna formon botën. Sepse nëna është shtylla dhe bërtama e formimit të botës. Mirë, për ta lidhur me atë që the pak më përpara në lidhje me fëmijën dhe figurën e nënës. Në poezinë do më thosh birë. Fjala e nënës merr funksion profetik. A mendoni se poezia mund të jetë një formë gjykimi moral sot? Poezia do më kërkosh birë. Lidhet me një ngjarje që besoj është një ndodhi që fëmijët e kishin dërgu në azil edhe kishin keq trajtuar aty në azil. Edhe unë bazova ke ajo ngjarje dhe i thash, do më kërkosh birë, sepse edhe pasi që në azil e dhunuan e keq trajtuar nënën, ato shkuan e mori vajza atë nënën. Edhe unë aty u bazova do më kërkosh birë, po do t'jetë tepër vonë. Mos më çon në azil. Më mba në shtëpi, aty ku kam dersën, aty ku kam lotin. Libri prek fort dramën e kurbetit dhe vetminë e nënave. Sa autobiografik është ky dimension dhe sa kolektiv? Së pari me kurbetin unë e kam vajzën, i kemi të gjithë, i kemi fëmijë jashtë, por që ne që jemi vetë nanë edhe vetë baba, si ku e ndjem difishët atë mungesën e fëmijëve. Djalin sot e kam në Belgjik dhe vajzën e kam në Itali, të cilët i përshëndes, vajza ka dalinë e djalit, mbush 6 vjeç sot e përshëndes ja uroj përzemërsisht. Urojmë edhe ne, Faleminderit shumë. bashkohemi edhe ne këtij urimi. Edhe një nën që ushtron 2 herë, edhe nën, edhe baba, si kur e ndjen dyfish këtë mungesë. Sepse këtu më biri nënës i nuk ka. Këtu vetëm jeton djali i deputetit, djali i shkollarit, edhe djali e më djali shkollari, por që nuk e ka vendin këtu. Këtu s'ka jetë fëmia. Apo e shef gjithë të trazirat e kohës, gjithë të rëmuj. Djali unë e kam 30 vjeç, tjetrin e kam 26, por janë pa punë. Shkollat i kanë maru, janë pa punë. Atëhere, djali pa punë, pa jetë këtu. Ectët, mami jetën e komagji. Të paktën një copë buke ha në ferrën e botës. Kjo është. Zonja Brenda, do të marrim një pauzë dhe unë do kisha lut juve që ndoshta në blokun tjetër të pyetjeve, përpara atij blokut na lexoni një recensencë ju për librin e zonës Miranda Troci. Ose keni për të lexuar poezi fillimisht. Jo, unë do doja të lexoj një poezi nëse më lejohet. Po, Mirë, patjetër ne jemi. Atëhere, e cilësova edhe më përpara, unë jam bi e një fisit më të parë rreth Dibrës. Kjo poezi, apo kjo thënie, apo kjo mbiemër, pasqyron një trimëri e ndodhur në kohën e sultanit. Në kohën e sultanit, nëse keni dëgjuar historinë e Bajlozit, vjen në Përdibër dhe kërkon vajza të reja, kërkon të pushtoj visët tona. Atëherë quhet Xhaxhai im. Po i themi Xhaxhai se e ka qenë në kohën e 500 vjetëve më përpara, edhe i thot, një balozit me që fjalë, ballë për ballë me mdal. Edhe aty ngjarja ka ndodhur në Saraj të Shkodrës. Atëherë ai i qon fjalë që të vi me 300 vet, me 300 ushtar, ndërsa Troci filli ka të del aty, edhe me dorë në majt ai trimi që bëri këtë historinë ka qenë çoban. Në kohën se nuk do të vlerësoj njeriu jo vetëm kapitan tjesh që të bësh një histori,
por edhe që boni, edhe njeriu më i vogël po boni trimërinë që trim. Edhe e preu bajlozin e Shkodrës, ja hoqi qafën dhe la historinë atë ditë e sot. Unë kam troci në përsheku jam i parë, e ja kam kuptuar në këngën, është Fisi Troci Tiknem Lavdi, është në YouTube, që kënohet nga vëllezëri Cidiu, artistë të tovar dhe unë i përshëndes dhe t'i falenderoj për bashkëpunimin artistik. Troci në përsheku jam i parë. Ndër bedena e brezat motit në përsheku i shtëpia Trocit. Mes normalesh beku prej Zotit, ndi për trimave Kastriotit. Fisi qanon histori, njohoj shekush për trimni, ka pedana ku do kanë shkue, në pushken bes ku do kanë shnohe. Në tamël zanar beku prej Zotit, ndjepi trimave mot mas motit. Në plesht të kullave shtëpie parë, në krye oda kuven mentar. Histori vlerave shkullore, djem mentar trima krejt me kanë, të besës fjales me ndjehull në vepra shkruar në çdo anë. Troci parë gjithmonë prijes, janë ngrit emrin në Reshi Dibrës, një veziri t'i ka që fjalë në mejdan për balë mendal. Prej Turqie veziri o këthy, zbaj kuvend vezir me ty. Zdu kalors, as du asqirë në mejdan vetëm pa tjerë. Se jam troc, o Rezi Pasha, e në këto trojet hiqet rashta. Se këto saraje sën për veziri, s'kam gojashje për kryeveni. Se zdo shpije këtu jam vetë, se aliroj me marrë i tret, se koriti emnin aso gjakun, gjalla vdek jam marrë hakun. Ju bëjthirje o brez juri, emën të moth keni më kryjnë, emnin troc mos e koritni, këto saraje mos i braktisni. E bëra e shkutova pak se është 17 vargje e gjatë. Faleminderit, zonja Miranda Unë kish me këtë mesazhin e funit, ju bëjthirje o brez juri, emën të moth keni më kryjnë, emnin troc mos e koritni, këto saraje mos i braktisni. Sepse kemi la me gjatë. Faleminderit për mesazhet që po përcjellni zonja Miranda Troci dhe urojmë që brezi i ri të dëgjoj këto mesazhe dhe ti akceptoj këto mesazhe, po gjithsesi. Të dëgjoj këngën sa herë të kujtohet emri. Zonja Prenda, fjala për ju tani. Çfarë na keni zgjedhur? Faleminderit. I prej fjalë nëne nga Miranda Troci Derti, figura e nënës si parim ontologjik, moral dhe kozmik. Ky vëllim poetik vjen si që shia mbitort në krimtarinë e kësaj autorje. Cikli poetik i Miranda Troci Derti përfaqëson një formë të thellë të poezisë morale dhe antropologjike në letërsinë shqipe bashkëkohore. Këto poezi nuk ndërtohen mbi eksperiment formal apo abstraksion estetik, por mbi nevojën urgjente për të rikthyer etikën e marrëdhënies nën fëmijë në qendër të ndërgjegjes njerëzore. Poezia shfaqet këtu si akt paralajmërimi dhe si gjykim shpirtëror. Që në poezi do më kërkosh birë, do të ndjesh mall e që dikush të të thërrasë o birë. Do të shkullet zemra nga loti e malli, por as me lot s'do kthehem. Do më veshte poaka e ftohtë e varrit në mërmerë të ngrirë, e nga fjala jote rëndas në dhe, s'do kalben, s'do tretëm. Kështu që fjala e nënës merr funksion profetik dhe moral, ajo nuk lutet, por lajmëron, nuk qërton, por shpall pasojën. Poezia shndërrohet kështu në një diskurs etik, ku ndjenja është e pandar nga përgjegjësia. Ky cikël poetik mund të lexohet si një testament shpirtëror i cili u drejtohet jo vetëm bijeve konkret, por gjithë shoqërisë moderne që rrezikon të humbasë lidhjen me burimin e saj ontologjik, nënën. Nëna si burim ontologjik i jetës. Në poezinë e Troci Dertit, nëna nuk është thjesht figurë emocionale, por hapësirë ontologjike ku lind qenia. Kjo ide shprehet qartë në vargjet "Ti je rrahja më e bukur e zemrës time". Koja zemër brenda zemrës u formua mori jetë, këtu kemi një metaforë të dyfisht. Zemra e fëmijës lind brenda zemrës së nënës, duke shndërruar trupin e saj në vendbanimin e parë të qenies. Nëna nuk është vetëm origjinë biologjike, por dhe fillim filozofik i ekzistencës. Kjo qafësi e vendos poezinë në një nivel ontologjik ku jeta nuk është rastësi, por dhuratë e vetëdijshme dhe dhimbshme. Fryma
trupi dhe sakrifica. Autoria e konkretizon sakrificën përmes trupit të nënës. Ti mori frymë nga fryma e oksigjen mushkëria ime. Ky vargje zhvendos lindjen nga idealizimi sentimental dhe paraqet si proces sakrifice trupore. Fryma e fëmijës vjen nga fryma e nënës, duke e lidhur jetën e tij dhe të saj drejt për drejt me lodhjen dhe dhimbjen e saj. Këtu poezia merr për masa filozofike. Çdo frymëmarrje e njeriut mbart borxh moral. Ky borxh nuk shlyhet me pendes të vonë, por me sjellje etike sa nëna është gjallë. Kur fjala vjen si dhunë morale dhe vargëzohet në shpirt, duke e gdhendur e vargëzuar në pendër, një nga temat qendrore të ciklit është fjala si akt dhune morale. Fjala e djalit është pik në plag e në shpirt. Metafora etike se shndron fjalën në armë simbolike. Fjala nuk është komunikim neutral, por veprimi që lë plag të pashërueshme. Këtu, poezia lidhet me konceptin filozofik të dhunës simbolike. Lëndimi më i madh ndaj nënës nuk është braktisja materiale, por mohimi verbal dhe emocional. Kjo e vendos poezinë në funksion didaktik dhe etik. Vonesa etike dhe pendesa e kotë. Poezia ndërton një kritik të ashpër ndaj pendesës pas vdekjes. As lulet e lotët, që do derdhen mbi varrin e saj s'do të mjaftojnë. Këtu shfaqet ideja e irreversibilitetit moral. Etika ka kuptim vetëm brenda jetës. Lotët mbi varr janë rituale boshe, sepse nuk arrin të shërojnë plagën e fjalës së të ngabim. Ky është një mesazh filozofik i fuqishëm. Koha nuk është vetëm kronologjike, por dhe morale. Varri si hapësirë heshtjes absolute. Varri përshkruhet si kufiri përfundimtar. Do më vish te pllaka e ftohtë e varrit me mermer të ngrirë. Mermeri i ftohtë simbolizon ngrirjen e marrëdhënies njerëzore. Çdo fjalë humbet kuptimin përballë heshtjes absolute. Varri bëhet hapësirë reflektimit të vonuar, ku njeriu kupton, por nuk vepron dot më. Nëna pas vdekjes prani metafizike. Edhe pas vdekjes nëna mbetet e pranishme, edhe nga jo botë shpirti saj të vëzhgon. Kjo është në nënën në ndërgjegje metafizike, jo ndëshkuese, por dëshmuese. Vështrimi i saj është më i rëndë se çdo fjalë, sepse vjen nga heshtja e përjetshme. Miranda e ka dëshmuar veten si krijuese jo nga numri i vëllimeve të botuara, por rëndësia temave që prek dhe mesazhet e fuqishme që përcjell, pasi ato mbeten domosdoshmërisht të gjalla dhe në asnjë kohë nuk e humb freskia e kuptimit, përkundrazi. Edhe ky vëllim është jo vetëm mesazh, por shkon aq çështët sa i bën thirrje kumbuese për gjithë moshat. Ky libër i dedikohet kryesisht figurës së nënës, asaj që ne marrim jetë nga jeta e saj, jo më kot quhet bazamenti i themelimit të krijimit. Ndaj autoria i drejtohet lexuesit me porosi e thirrje dhe plot mesazhe përmes imazheve ku figura emblematike është vetë nëna. Lum kush i ka nënat si pasurinë më të pazëvendësueshme mbi dhe. Malli si gjendje ekzistenciale. Malli nuk është ndjenjë kalimtare. Do të ndjesh malli dikush do të thërras, o birë. Zëri nënës vazhdon të ekzistojë si e hunë e brendshme. Malli bëhet gjendje ontologjike, plag që nuk shërohet, por bashkjetohet. Në poezitë e kurvetit, ky mall merr për masa kolektive dhe shndërrohet në kritikë sociale. Përulja dhe kërkimi faljes. Në të përulem nën, përulja shfaqet si akt shpëtimi. Të përulem para teje vendos dorën në zemrën që më shkullet, por fjala mbetet e paprekshme. Tua të prek eshtrat e tua dhe falje të kërkoj, por eshtrat si preka dot. Kjo pamundësi fizike simbolizon mundësinë ekzistenciale të kthimit pas. Cikli poetik i Miranda Trocideti përfaqëson një manifest etik dhe ontologjik. Autoria gjen frymëzimin përmes figuracionit dhe imazheve të shumta që kërkon të sfidojë ligësitë. Nëna shfaqet si kriteri njerëzores, fjala
si përgjegjësi morale dhe koha si gjykatës i pamëshirshëm. Më falni, po i pamëshirshëm. Këto poezi nuk kërkojnë vetëm lexim, por ndryshim ndërgjegje. Ato janë poezi që nuk mbarojnë me vargun e fundit, por vazhdojnë të jetojnë si një zë i brendshëm. Në këtë kuptim, vepra e Miranda Trocedertit nuk synon pavëdekësinë estetike, por pavëdekësinë morale. Ky vëllim poetik i duhet çdo biblioteke, për arsyen se vargëzimet shkojnë për bazamentin e krijimit njerëzimit, figurën më të çmuar siç është nëna. Kështu uroj që pena e kësaj poeti të rash në jaftë me penën e mendjen e saj të hollë ta sjell magjinë në varg. Uroj të na magjetësh me krijimtari, po kaq të pasur artistikisht në të ardhmen e afërt. Ndaj uroj suksese në krijimtaritë e radhës. I uroj autores shumë dritë refleksion, sa më shumë krijime po kaq kuptim plota për kënaqësi të lexuesit. Faleminderit zonë Prenda. Faleminderit pra dëgjues dhe shikues të dashur. Siç po e shihni, pra jemi tek libri i fundit i zonjës Miranda Trocederti, aty dhe jemi të fokusuar më shumë. Faleminderit zonja Prenda Sejdia për mundjen që ke marrë për recensencën që na sollet nga libri Fjalë Nëne, dhe ne po kthehemi përsëri edhe pak të zbërthejmë këtë pjesë, sepse është temë që na preokupon të gjithëve, pra, dhe unë do të kthehem pra tek pyetjet. Ju shkruani, fjala e djalit është thik e plag në shpirt. A mendoni se fjala është dhuna më e padukshme, por më e përhershme, zonja Miranda Troci? Sigurisht, fjala, në malsor themi fjala e djalit pushka e ballit, fjala e res kokra rufes, por që në momentin që djalit ka kthy fjalë apo të prish qefin, shpirti nënës nuk e kthen atë përgjigjen, por heshtën, rënkon shpirti, e fjalë nuk nxjerr më, sepse e mban brenda zemrës nëna atë fjalën e djalit. Edhe është plumbi plumbat, ama ne fëmijëve duhet që t'i kuptojmë për kohën që ka ardhur. Sepse djali ndoshta ka halle më shumë se ne. Ne e përballuam sepse ishte një kohë më pak e zhvilluar, ndërsa sot fëmijët jetojnë në kohën e dreqit. Në kohën e dreqit se na i ka shtur rrjeti social, i ka shtur shoqëria keqe, ne kemi frikë të hapim televizorin. Vrau djalin nënën, vrau baba djalin, vrau motra vllaun, u përdhunu ky, u përdhunu ai, protesta sot, protesta nesër, u burgos ky, u arretis ky, me një fjalë që kjo është koha që po jetojnë fëmijët tanë sot, dhe kjo i ka shturur disi, dhe i ka zbehur respektin për nënën apo për babën, duke jetuar me këto për ty pjedhime tjetër një ftofësi. Fëmijët e sotit nuk e konceptojnë edhe përgjigje negative ndaj prindit, sinqerisht, sepse jetojnë në kohën e errët, jetojnë në kohën e djavrit, themi ne. Në shumë poezi varri shfaqet si hapësirë e heshtjes absolute. A është kjo heshtje më e rëndë se çdo britje? Sigurisht. Mos e prit përgjigjen apo pendesën për ditën e varrit. Kjo është varri. Përgjigja fundit është sepse nëse je politikani më i madh dhe më i suksesshëm, nëse je artisti më i madh dhe më i suksesshëm, nëse je miliarderi më i suksesshëm, ti prapë se prapë aty e ke vendin. Aty do i groposësh të gjitha sukseset, të gjitha arritjet, të gjitha tituj apo nderet që do të jashton. Mjafton që të lësh mbrapa fjalën e mirë. Kjo është mesazhi që jep ai fjalë. Faleminderit zonja Prenda. Në këtë vëllim nëna vazhdon të jetë e pranishme dhe pas vdekjes, të ndërgjegje metafizike. Të folëm goxha për këtë temë. A u ndjek ende zëri i saj në jetën e përditshme? Patjetër që po. Unë jam nënë e 4 fëmijëve dhe betohem për kokën e atyre 4 jetimave që i kam rritë që nga 2011 deri në ditën e sotme. Kela ime është nuk
kështë që për shembull do të jem vetë primare apo vetë urdhëruese me forcë që ta shtyj fëmin, por që fjala ime është liq në familje. Nuk më prish djali kur, as vajza. Betohem, edhe ke vajza që kanë martu me çdo ditë rrin me telefon në dorë, si është nëna, si ke diabetin sot, se çfarë bëre, festivalet, duke mbyetur, çfarë shkryte sot, çfarë bëre sot. Kemi mall, mi nxjerr fëmijët e çmallë me to. Djali nga Belgjika thot, nëna, çfarë bën sot? Si je? I more gjithmonat, ke para, po të çojm. Kjo është. Çfarë programi artistik ke sot? Ku mi trego thot planet tuaja që a ke para të shkojsh apo të çojm ne para? Kjo është. Edhe mbështetjen financiare, çdo libër e çdo aktivitet unë kam për fëmijëve. Dhe i falenderoj nga zemra. I përshmëjet. Zënë Prenda do lexon ndonjë poezi si Quaj poetike është drejt. Dashta unë të lexoj një poezi. A është kjo zgjedhje estetike apo nevojë shpirtërore? Ta lexoj edhe një herë pyetjen? Po, gjithsesi sepse nuk u ndëgjua me ndërprerje. Gjuha juaj poetike është e drejtë për drejtë dhe nuk ka zbukurime. A është kjo një zgjedhje estetike apo një nevojë shpirtërore? Më kanë emëruar si shota epike e vargjeve abetare. Dhe e kohës së sotme e cila vargu i realitetit mua më thonë, sepse unë e godas fort realitetin, godas sidomos tradhtinë abetare, sidomos ngjarjet, vrasjen e femrave, sidomos dhunën familje, respektin ndaj nënës, politikën që po na ha kokën, ngjarjet që po ndodhin për ditë. Unë kam një poezi nëse më lejohet ta ashtu Gjapri Ndërhasër. Më fal, dua të ndërhyj vetëm me një gjysmë pyetje para se ti të shkosh tek poezia. Me qenë se ju e cekët të dhunën në familje dhe për këtë në të ardhmen do bëjmë tema të posaçme sociale në këtë radio, sa fajtor e mendon ti se janë femrat në ndikimin e kësaj dhune? Apo do të kishte një lloj mënyre apo progresi nëse ne jemi më të përgatitura për jetën? Sa fajtore ndjehemi ne? Por dhunën në familje, nga që unë jam vetë burrë vetë grua, nuk kam rol dyfisht. Unë e kam përjetuar, por në kohën që kur e kisha burrin gjallë kam përjetuar si një të drejtohet ty personalisht, unë po e them në shoqërinë e gjerë. Në shoqërinë, jo vetëm sepse dhuna ndodh kudo. Edhe nga fenomeni mashkull, edhe nga femra, sikur këto rrjetet sociale sikur e kanë ashpërtu shpirtin e njeriut, e zdurojnë, jo pse bëre like, jo pse bëre koment, jo pse ke shoh filanin, jo bashkë, më shumë bile kanë diku rrjeti social në dhunën në familje. Dhe ama edhe ka demasku, sepse ngrihet zëri, nëpërmjet rrjetit social ngrihet zëri dhe bëhet buj kjo dhuna ndaj gruas apo ndaj burrit, sepse ka dhunë edhe ndaj burrit, edhe burri ka të drejtë, vetëm gruaja. Ne sidomos në gratë jemi më shumë kokëforta në dhunën e familjes. Ne projmë pak ne si gjini femërore. Sigurisht. Sikur ma mori pyetjen zonja Prenda, këtu desha të ndalen te ky balanci i përgjithshëm. A mos po keq përdoret edhe nga gjinia femërore pak si tepër kjo liria e tepruar, apo në një farë forme duke parë ligjet që po vinë, dhe mos ka keq përdorim edhe pak tepër. E thash edhe një herë që ne këtë temë duhet ta prekim një rast tjetër. Po, gjithsesi, po me që u hap pak si debat. Por, unë për ta përmbyll në këtë rast, duhet të them shumë pak, vetëm me 2 fjali. Femra është e aftë të menaxhoj familjen. Ne dim shumë mirë se burrat kanë detyrat e tyre për ta mbajtur familjen, për ta ushqyer, për lidhjet e jashtme kështu me radhë. Edhe një burr që nuk është në ato rrugët e duhura, një grua e zgjuar,
do të punoj me të, të afroj aty ku duhet pranë ato parametrat familjar. Besoj që jo vetëm një grup, se cila grua, sepse se cila grua është në, është motër, është bi, dhe në qoftë se gjinia femërore ka me qenë më e përkushtuar me bën një jetë njerëzore, edhe burrat nuk do ishin, besoj, në këtë gjendje ku kemi shkuar shoqëria sot. Pra unë jam femër vetë, ashtu sikur edhe ti, por as nuk dua të gjykoj, as të paragjykoj, por e mendoj si të drejtë që femrat jenë pak më tolerante. Të mirë kuptojnë në sen, mirë kuptojnë në mbrënje. Ta gjykojnë gjën pak më denjësisht. Një fjalë ti, fjalë unë, normalisht se gjithë kush, edhe me vete nga njerë ne e bojmë dhe një shamat. Me vetëm. Por gjithmonë duhet gjeta e rruga përbashkë, dhe rruga që ti shuaj dhe zërat negativ brenda vetvetes. Gjuha me kuptimit. Me shu zërit negativ brenda vetvetes, kjo është gjuha me kuptimit. Faleminderit zonja Miranda. Faleminderit edhe për ide. Zonja Prenda, do na lexoni një poezi ju nga programi juaj. Në pak të kërkova unë. Okej, bëjmë të. Është poezia me titull Gjapri ndërhasër. Ndërhasër që ne në gjuhën tonë, në malësis, hasër i themi rëvozit ku kemi pas tjetur atëhere. O kohë e farueme, e njëdhë dhe të ftoft, në ka mardjalli, por se shojmë dot. Drejt që me në talët ne doar të rokasim, ata luajnë lojnë ne me vete flasim. Të likë të kohës, moti shtrydhën kuck e palës. Djallëzin në mbodhën në rënjë farë, Gjapri në hasër flenë në brinjë tona, në kokët të Miranëve, aty ju mbushet torba. O Miran kukera, blidit erno, rind pas të keqes që të ndjelës do ditë, të shtrëngon lakun e ty prapa të shko, e terin që të ka qëru e sheh kur dritë. Uq që të cilën vërdal, mbi ne gjenë ushqim, edhe kokën në motin me pej ditët pambarim, sa ju prishet havaja dhëmbët kërcëllojnë, shqyën me zvetit një i tjetrin sërvojnë. Ku pe u lërima shlejnë gjithë një zëri, kur bani i tyre jemi ne të ngratë, shahen me zvet e bëhen horë, qëta e që bëri, ne krojmë dhëmbët, ata se hajnë thatë. Faleminderit zonja Miranda. Unë do sjell një poezi, do më kërkosh pasi ne gjatë këtij emisioni deri tani është tekur disa herë marrëdhënia fëminën e Anasildas. Do më kërkosh biri nënës, ti e rrahja më e bukur e zemrës ime, ku ajo zemër brenda zemrës u formua, mori jetë. Ti more frymë nga fryma e oksigjen mushkëria ime, do më kërkosh, pos në as në ëndër, kur s'të më gjesh. Do të ndjesh mall e që dikush të të rras, o birë. Do të shkullet zemra nga loti e malli, por as me lot s'do kthehem. Do më vesh te plaka e ftoftë e varrit në mermer të ngrirë, e nga fjala jote e rënd, as në dhez do kalben, s'do treten. Do të bjerë mend ato fjale akullt që zemrët të nënës lëndon. Që për ditëshmërinë tënde të kërriteshe, ajo me ty kohë e mund të kushtoj. Ajo flinte mbi kaptelin e djepit tënd, nga acare të ftohtë, e tani që u rrite, u bëre burr fjalën tënde lëndueshëm, duron me lotët në sy. Prej lotit dhe ofshamës së nënës, duhet më ruajt. Është zemër e nama e saj që në heshtje rënkon. Të ndjek pas në çdo gjurmë, jetë, çdo vend e udhë, por do jetë vonë e kthim pas s'do ketë, sepse ajo ik nga kjo botë. As lulet e lotët që derdhen mbi varrin e saj, s'do të mjaftojnë. As pendimi, sepse fjala e djallit është thik e plagë në shpirt, dhe nga kjo botë shpirti i saj vëzhgon, do më kërkosh birë, është fjala e nënës që ajo iku në përjetësinë pak të. Miranda Troci Derti.
Falenderoj nga zemra për recitimin. Zonja Brenda, falender shumë. Unë do të kthehem tek një fjalë, tek një citat i kritikës që keni lexuar ju më herët dhe do e pyes brenda këtij citati, pra do formuloj edhe një pyetje. Kritika letrare cilëson librin tuaj si manifest etik dhe ontologjik, si e përjetoni këtë vlerësim ju, zonja Miranda Troci? Unë gjem tepër e vlerësuar nga këto, sepse kritika është një ngritje në varg apo në shkrimet e mia. Dhe kur një kritik e penë së artë, si zonja Brenda, Unë thjesht e kam vlerësu. Faleminderit, zonja Brenda. Të përulim në një tjetër poezi, Po, gjithsesi. e shumë imazhe e plot mesazhe. Të përulim në atje, në përjetësi. Atje ku dora jote më nuk më prek. Atje ku ti s'më shet do të më sy. Atje ku me emrin bi, më thët. Përulem para teje, vendos dorën zemër që më shkullet. Këtë zemër që brënda teje, u formua mori jetë. Paqen mbi plakën e varrit në dorë mbaj lulet. Sa të doja vetë dorën, zërit, sytë dhe puthjen të jepja edhe një herë. Qaje u leris mbi foton tënde vendosur plakat e varrit. Dua të prekeshtrat e tua dhe falje të kërkoj. Me lotbie lulet mbi varri u ita sa unë gopa së qari, por e shtrat si preka, dot, e loti rodhi po njësoj. E shpirti i përheshtur yti me ndjenjë në nënës fsherët ju, e trembur me slodë dhe ngrita rreth e rrotull më shtroj, me slodëve sytë e nxirë aty loti me ngriu, vazhdoj kërkoj nënën, por vetëm shterëtimën dëgjoj. Në qast të trishtova dhe u tremba, mendova nëna është ringjallë, por jo s'më doli ajo që unë mendova e imaginova. A mos valla jo shërëtim nëna me kish falur? Sa qaq fort më rahu zemra, sa shtanga e në vënd, ndalova. E shtrenjë të nën, shto që liz e i dytë më dha jetë. Zemrën që kam në trup, ti brënda tëndit ndërtove, e çdo ditë jetë frymë marrje zemre, aty është dhurat ndaj shenjë të risot, për ullëm para teje. Dua sot o nën, sa qumë është thitha, në të ëmblin gjitë ma beje halal. Duat mi falësh netët që për mua nejtë e pa gjumë. Duat çdo pikloti mërzitje, lodhje, djersën në balë, të përgjerohen nga gjeneti, lësho, falje, të përgjerohen shumë. O jetë falë, se jetë dhënë, se jetë dhuruese në univers. O bota universi pa ty s'ka jetë e gjallëri, nëna ndërton botë jetë, o njeri dhe krijes, përkullu për asaj, nëse e quan vetën njeri. Faleminderit zonja Brenda dhe sigurisht se rrugtimin e librit ne e dim, sepse të gjithë jemi krijues, ajo niset nga ne, pastaj kalon nëpër duar të këshilleve dhe shtëpive botuesje, i fundit pra dhe është lexuesja ai i cili reflekton më shumti, pra e ndjen ato. Çfarë kërkoni ju nga lexuesi kur merr librin fjalë nëne? Ndjeshmëri, reflektim apo ndryshim ndërgjegje? Së pari, unë jam emocionuar nga recitimi i poezisë të Përulem nën. Kjo poezi është vlerësuar me çmim të parë nga Margarita Xhepa, edhe ajo kur kemi lexuar ti je vetë prezente, kur kemi në festivalin poetik ke shoqata Jehona Shqiptare, që më dha çmimi i parë, e unë këtë poezi e kam la me lot përpara shikuesve dhe përpara kolegëve të mi. Kjo të Përulem nën është një mesazh dhimbje që më rrjedh brenda shpirtit. Unë kam shku ke varri nënës
Jo përveç çdo 8 mars, sepse nëna nuk ka vetëm një datë. Nëna është çdo ditë përjetësi. Nëna çdo ditë fjalë nëne, çdo ditë është nënë, çdo ditë është grua, çdo ditë është ngërësi shpirtërore. Unë jam shumë emocionuar kur flas, sepse unë nuk kam pas motra dhe jam rrit vajzë vetme në 5 vëllezër. Dhe thotë nëna, më thotë që unë të kam sa 5 djem. Sa 5 djem të kam ty, sepse isha e vetmja vajza gjithmonë është me bashkuar me nënën, me lidhur me nënën shpirtërisht. Ama librin sikur ja kisha borxh. Më duket sikur më shtringjall nëna. Kur ta marr librin në dorë, më duket sikur më shtringjall, sepse e ke brenda shpirtit, e ke shkru, e ke ndërtu me fjalë e me lot për nënën, atë çdo fjalë dhe çdo faqe të atij libri. A pritni ndonjë ndryshim në ndërgjegjësimin e atij që e lexon librin, pra që ky libër të jetë një reflektim për ndërgjegjësim tek brezat? E sidomos për fëmijët që ushtrojnë dhunë mbi nënën, rrafin prindit, i marrin i dërzojnë në parazile dhe në vend të tyre, e theksova edhe më parë, marrën macet në krah, qenin për dore edhe dalën në shëti. Nëna kalbet në parazile. Kjo është një mesazh. Duheni nëna në njëri. Nëna ndërton botën. E unë do doja ta kisha nënën gjallë. Nuk vlen ai loti im mbi pllakën e varrit, apo lulet që adhurova, apo librin që e shkrova, apo këngën që e bëra, poezitë që e shkrova. Nuk kanë asgjë përpara shpirtit të nënës kur në kon nga fjalat që kthejon. Nëse unë e abuzoj nënën, e rrafi nënën, i kthej fjalën, nuk më vlen titulli artist mu. Nuk vlen përpara publikut. Nëse unë po kur e nxjerr nga shtëpia dhe e hedh në utpryq. Aq më keq bile. Aq më keq. Atëherë ç'është njëri? E nëna, nëse nëna i kemi parë rastet në televizion kur e nxjerr nënën, e hedh në udh. Ajo derdh lot. E i vjen keq të gjithë publikut, apo dikuj që e shet nënën, e çan në lot, e fëmia e nxjerr për shtëpi. Kjo është fatkeqësi. Kjo është çthurje e rendit, e çthurje e brezit të sotshëm. Mesazhi im, duhet nënën në njëri, ai ndërto botë, sepse thelbi dhe bërthama e jetës e globit është nëna. Zënë e Pranda, keni edhe diçka për të lexuar, për të thënë, apo po shkojmë drejt fundit gradualisht? Unë një sugjerim në fund të kënd, në fund të saj kam... Sigurisht se do të kemi fjalën për ju, zënë Miranda, por zënë e Pranda... Kur nëna s'është më. Mendo njeri, ku nëna s'është më. Shpirti do shkullet për brëndshëm, për gjithnjë. Ajrën kimi heshtur të ndjek në përjetësi, nëna ndër të botë, e qenjo njeri. Mos u pendo që se ndërtove kur ajo të ketë vdekur. Më falni, mos u pendo që se ndërove kur ajo të ketë vdekur. Mos janë gjiro fshamën në shpirtin e mekur. Bota e nënës o birë, je vetëm ty. A i shtatyt i vogël të mbajtin në brendësi. Mos u ngashëro në faj kur ajo s'është më. Ajo zemrë saj do të djekë shpirtin për gjithnjë. Një fjale vjetër thuhej, më duaj sa jam gjallë, as në emër s'do më thirrësh. Me veç lotin mbi varr, e dorën time birë, s'do të prek më kur. Do jem një grumbull dheu e një foto në mur. Do shkulesh se qarit për vitesh panda e ty, e tretë së gjallë. Shqetësimin e pagjumësin e saj kur se shlyet dot. Edhe lotët mbi varë, mbi atë burë të ftohtë, nënën me rapën e saj për e vladë, se treta zdheu, kur ajo s'është më, fjala e rënd e fëmijës e theu. Faleminderit, zone Pranda. Përndrejt, më ke emocionu shumë. Në fund Miranda,
nëse do ta përmbledhni të libër me një fjali jo poetike, por njerëzore, pra me fjalë të thjeshta, cila do të ishte ajo që ju do të na e thonit për publikun ton, për auditorin ton, për shikuesit tanë? Pra në formën më të thjeshtë, jo në ato poetike siç e keni thënë në libër, sepse në libër tani më. Për ta sjellë ashtu siç ke ti dëshirë, këtë do ta thotë Simi. Unë do doja ta përshëndes publikun me këngën Fjalëna që është në YouTube, por që një mesazh kam nga shpirti. Unë që kam luajt edhe rolin e nënës, edhe të babës, sikur e ndjej dy fishat atë rol në vedete, dhe mos i raftkuj ky rol në familje. Zoti i rujt çdo nënë dhe lumja që ka e din kimetin. Unë sikur ta kisha vështirë për qafim, kjo ishte mësëri. Jam shumë e përlotër për brenda se me emocionoj ajo recitimi i poezisë. Dua e nënë në njëri, dia kimetin sa gjallë ki. Kjo janë dy fjalë. Zonja Brenda, keni pyetja, po do i kërkojmë zonës Miranda Troci Derti një mesazh të përgjithshëm për gjithë atë që ka për shikuesit dhe publikun tonë. Po lexojmë mesazhet të cilat i kemi nga një